Dhe nga kuzhina kemi kaluar në salonin tonë të ftuarve për të vijuar në një farë mënyre me në të njëjtën logjik, ashtu sikur se ne shumë shpesh e përmendim gjatë kohës që gatuajmë, ndër të tjera për te faktit që duhet të kemi vakte në shtëpi, duhet të mendojmë çfarë të gatuajmë, duhet të mendojmë për ekonominë shumë shpesh, ajo që duhet jetë në listën e para në fakt është pikërisht shëndeti. Ndaj do të vazhdojmë të qëndrojmë me Nerancin këtë herë duke sjell informacione nga i ftuari që është me mua në studi, ajo është profesor doktor Kaplan Sulej, pedagog pranë Institutit Kulinar Neranci. Kënaqësi ju kem në studio, na kishit munguar profesor, jam e lumtur t'ju kem këtu. Profesor pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Gjithashtu pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Tani, sot do të flasim, e kemi tryezën plot, kemi frutat e thata, të cilat gjithmonë e më shumë nutricionistët na i sjellin në vëmendje dhe Neranci na vjen në ndihmë me këto paketimet e vogla, sepse unë dua ta marr njërën në duar, sepse mbaj në çantë. I keme vete i gjithë kohës, ka dhe një sasi që të tregon sa duhet të konsumosh. Kryesisht janë për një vakt, për një snack, të cilët kompania Neranci ofron në shëmbullëshmëri produktesh, që nga bajami e pjekur që ju keni aty në dorë edhe deri tek produktet e tjera që janë lajthit të pjekura, kikiriki pjekur, fistika pjekur. Kështu që larmia e produkteve që ofrohen artë të pjekura që mund të jenë për një snack, sepse sasia e përdorimit është 40 gram, kurse kemi edhe paketimet e tjera që kompania Neranci ofron me në masën 80 gram, cilat natyrisht janë për të marrë më tepër energji, për ata personat cilët punojnë dhe kryejnë aktivitet të shtuar fizik, ata mund të marrin 2 fishën e sasisë. Por frutat e thata njihen sot si produktet elitare në të ushqyer, për faktin sepse duke marrë frutat e thata, bashkë me tonë e marrim edhe nutrientët e mjaftueshëm për shëndetin tonë. Cilat janë të mirat që i vinë trupit njeriu dhe kryesisht shëndetit popullatës nga përdorimi i frutave të thata. Ato janë booster të rëndësishëm të energjisë, ato kanë një përmbajtje të lartë të energjisë, të cila duke filluar në të gjitha llojet frutave të thata, 100 gram frutat të thata, bëhet fjalë për arroret kryesisht, sepse ato janë dhe natët, dhe kikirikët dhe fistikët, të cilët zënë dominojnë gjitha frutat e thata dhe të gjitha këto produkte në 100 gram kanë mbi 500 kilokalori për 100 gram, që do të thotë që ne marrim afro 1/5, 1/6 e sasisë që i duhet njeriu për aktivitetet ditore. Shpesh herë, kjo e varur nga sasia, kupton. Por dua të theksoj që krahas këtyre ato kanë një përmbajtje të lartë të proteinave dhe duke filluar nga një përmbajtje diku tek 10-15 gram dhe duke kaluar pastaj në 20-25 gram protein për 100 gram. Për shembull, lajthia dhe kikiriku janë 2 lloje frutave të thata që kanë përqindje të lartë të proteinave. Krahas vlerave të tjera ushqyese. Përveç kësaj ato njihen mirë për përmbajtjen e lartë të yndyrnave, cilat janë kryesisht burime energjie në organizëm dhe ato përmbajnë nga 20% deri në afro 49-50%. Kështu mund të themi që kikiriku dhe lajthia arrin vlerën 49%, afro dhe 50% të sasisë totale në gram që zën yndyra. Janë këto 2 nga frutat e thata që kanë një sasi më të lartë të yndyrnave, pra kikiriku dhe lajthia, nëse ne do t'i ndalim në grupe? Karakteristikë është që në yndyrat që përmbajnë frutat e thata, dominojnë kryesisht yndyrat e mira, ose ato quhen yndyrat e pasaturuara. Përqindja raporti midis acideve yndyrore të saturuar ose të ngopur me ata të pangopur dominon kryesisht në ata të ngopur. Por do kemi parasysh vetëm tek lajthia dhe kryesisht tek kikiriku, kemi dhe një sasi të yndyrave të pangopura. Prandaj gjatë përdorimit në popullat ose të konsumatori duhet ketë parasysh që të mos marrë sasi të madhe të... Megjithatë, me çfarë na dëgjojmë të referuar sasisë që konsumohet kryesisht nuk kanë efekte anësore në yndyrna, sepse sasia është e moderuar. Ne nuk mund të konsumojmë më tepër nga
80 gram, apo më tepër nga 100 gram. Kështu që në këtë sasi edhe të duash nuk është e pamundur që një person të konsumojë më tepër se kaq, sepse nuk dihet mirë edhe Po pra po, në një farë mënyrë ta tregojmë vetë deri ku duhet matet me karakteristika e tyre është që këto përmbajnë kanë një përqindje të lartë të fibrave, që janë shumë të nevojshme për aparatin tretës të organizmit të njeriut, dhe sasia varion kryesisht duke filluar nga 4.5 edhe duke arritur deri në 9 deri në 10 gram për 100 gram fibër. Fibër dietike, fibra të cilat janë të nevojshme për aparatin tretës, që ndikojnë mirë në shëndetin aparatit tret, kryesisht të zorëve, dhe të kolonit, dhe të natyrisht që ndikojnë pjesëm janë edhe ushqime që ruajnë në aparatin tretës dhe mukozën e zorëve nga proceset inflamative, nga infeksionet. Përveç kësaj këto përmbajnë të gjitha frutet e thata, përmbajnë kryesisht këto që kemi dhe kompania në Ranze i ka reklamuar këtu përpara nesh, përmbajnë përqindje të lartë të acideve yndyror të pangopur, kryesisht atyre që janë njihen edhe sot si omega 3, omega 6 dhe omega 9. Janë këto aminoacidet cilat e mbrojnë sistemin nervor, mbrojnë organizmin ton kryesisht nga efektet e shtuara të përqindjes së lartë kolesterolit. Prandaj duhet të theksojmë që përdorimi i tyre është i shëndetshëm, sidomos te personat që vuajnë me arteriosklerozë dhe kanë probleme të sistemit qarkullimit të gjakut dhe kryesisht të zemrës. Pra, janë produkte shëndetshme për zemrën dhe sistemin e qarkullimit të gjakut. Por nga ana tjetër, lidhur me vlerat ushqyese dhe impaktin që kanë këto në shëndet, duhet të themi që këto përmbajnë përveç acideve yndyrore, përmbajnë dhe një sasi të shtuar të lëndëve minerale dhe vitaminave. Kryesisht janë të pasura në kalcium, janë të pasura në kalium, janë të pasura në zink, magnez, vitamin kryesisht të grupit B, dhe nuk kanë vitamin, janë pak të varfra në vitamin në D, por kanë vitamin B, gjitha grupet e vitaminës B mund t'i gjejmë, dhe ky kombinimi i përkryer bashkë me i vitaminave, me lëndëve minerale, shpeshherë zëvendëson edhe suplementet që ne mund t'i marrim në farmaci. Për shembull, magnezi, zinku, cilat kombinohen me vitaminat, me grupin C dhe kryesisht me grupin B, mund të merren, këto mund t'i zvendësojnë gjatë mangësitë e tyre mund t'i zvendësojnë në mënyrë natyrale, sepse i marrin të gatshme nga këto lloj produktesh. Pra, nëse ne në përditshmërinë tonë arrim të kemi një lloj kulture për të bërë një miksim të gjithave, cilat do të ishin kombinimet e duhura? Pra, le të themi këto që ne kemi këtu, se nuk do t'i ham gjitha brenda ditës. Pra, nuk besoj se brenda ditës ne mund të ham edhe kikirikun dhe lajthin dhe pajamin dhe anën. Tu kemi një morit të madhe produktesh, por megjithëse vjen në formë mikse, po edhe miks. Edhe ato mikset janë shumë të mira sepse kombinojnë në mënyrë të përkryer nutrientët. Por ne kemi për shembull farat e kungullit, e lulediellit, kemi këto arët tigër që quhen, sepse ngjyra e tyre i përket lëkurës, ngjan me lëkurën e tigrit, por kemi stikat e pishës, kemi një miks kryesisht të bizeleve, një koktejl të bizeleve të kombinuar me arrorë të tjerë. Snack që përdoren kryesisht edhe duke zvendësuar pra një vakth të lehtë të ushqimit, por shpeshherë duke shoqëruar edhe me pije. Zakonisht shoqërohen me pije, me birë ose me pije të tjera të cilat krahas efektit që kanë në shëndet, ato kanë një efekt tjetër sepse nuk e lënë pijen alkolike dhe përqindja e alkoolit absorbohet direkt në... Pra kryejmë atë balancën. Kryejmë një balancë, merren këto nutrientë dhe natyrisht janë shumë të mirë për tretjen dhe për të frenuar pastaj edhe thithjen e alkoolit të menjëhershëm në gjak. Pra, kjo është arsye që këto i shoqërojnë gjatë servirës, gjatë shërbimit nëpër restorante të ndryshme ose nëpër lokale. Ajo që unë dua të theksoj është që efekti tyre është shumë fisht. Efekti në shëndet janë mbrojtës të mirë të trurit dhe të memorjes, për faktin sepse përveç atyre që thash më parë, përqindjes lartë acideve yndyrore të pangopura, këto përbajnë dhe antioksidantë, vitaminën E, dhe fitosterole dhe antioksidantë të tjerë, të cilët e mbrojnë qelizat tona të trurit nga dëmtimet serioze të proceseve oksiduese. Jo vetëm kaq, por edhe organet e tjera të trupit tonë, siç është mëlçia,
e cila është një organ që ekspozohet shumë në rëndë toksike, përdorimi i frutave të thata është mjaft i rëndësishëm se mbron këtë organizëm nga proceset oksidative, pra mbron nga dëmtimi serioz që mund të jenë nekroza ose vdekja e qelizave. Por përqindja e lartë e antioksidante bën që shpesher këto përdorimi i rregullisht i këtyre produkteve i bën që të mbrojemi nga qelizat kancerogjene, sepse antioksidantet kryesisht frenojnë proceset e devijimit të qelizave në qelizat jo të rregullta, në qeliza atipike ose qeliza kancerogjene. Kështu që kjo mori e madhe produkteve që kompania në rëndësi ofron në treg, jep mundësi konsumatorit që ai të gjej alternativa të mira të ushqyerit, alternativa të ushqyerit balancuar, por njëkohësisht edhe të një të ushqyerit të shëndetshëm, sepse duke marrë këto lloj nutrientësh që unë përmenda parë, bashkë me vlerat ushqyese, marrin edhe disa lëndë, si ishin antioksidante dhe lëndë të tjera antiinflamatore për të mbarvajtur një shëndet të mirë të gjithë konsumatori. Në kuptoj. Profesor, ju pak më herët përmendët personat që kanë një ditë energjike, ndoshta merren në sport e aktivitet fizik, po pse jo ritmi i ditës për pjesën më të madhe të njerëzve është tashmë më i lodhshëm, dita është më e gjatë, punët janë më orar më të gjatë, lëvizje. Pra, kush do ta kishte të domosdoshme? Ka faza të jetës që duhet shtuar, le të themi, doza apo përdorimi i frutave të thata? Shpesher, unë po e nis nga moshat më të hershme, kryesisht tek fëmijët. Shpesher, nënat i nisin në shkollë fëmijët pa i dhënë ushqime vete, sepse një pjesë e tyre nuk preferojnë dhe ka një tendencë sot tek të rinj që të përdorin fast foodet, cili nuk është një ushqim i shëndetshëm, por një alternativë mjaft e mirë për fëmijët është përdorimi i këtyre lloj frutave. Ata duhet të mësohen me këtë lloj të alternativë të ushqyerit. Fëmijët i pëlqejnë në fakt. Dhe i pëlqejnë patjetër, mund të zgjidhen, sepse sipas shijes. Sipas shijes mund të jetë një miks, mund të jetë një lloj produkti mund të jetë bajame, mund të jetë një fistik, mund të jetë një far kungulli, një lule dielli, sipas dëshirës së fëmijëve, dhe mund të jepet ky snack si ky lloj vakt me vete. Dhe nuk kërkon as përgatitje, është i gatshëm, gjithçka është i pastër, i ambalazhuar, i sigurt. Këtë marrë nga këto mikset këtë të mesit këto? Ja, kjo më pëlqen. Ja, një të tillë në çantë, dhe kur themi fëmijët edhe ne në punë, edhe një që del nga shtëpia, pra nuk është e domosdoshme të ndalosh të hash, duke kaluar orë nga dita dhe duke ngrënë nga pak nga këto. Dhe në mëngjes herët njerëzit çohen dhe vrapojnë për të ecur në punë për të kryer aktivitetet. Shpeshherë s'ka mundësi për të marrë mëngjesin si vakt, por është mirë që mund të marrin edhe një produkt të tillë për të marrë gjithë lëndët nutrientët që duhen gjatë ditës. Që duhet gjatë vaktit të mëngjesit për të përballuar një pjesë të ditës. Pra kryesisht të midis vaktet janë ideale, mëngjesi apo pasditja. Profesor, ne jemi në fund të nuk është vetëm tek këto, njerëzit që kryejnë sport dhe aktivitete fizike, shpeshherë ose ata që duan të mbajnë dietë, që nuk duan të shtuajnë në peshë, me anë të një porcioni të vogël tyre mund të marrin nutrientët dhe mund të ruajnë peshën, madje sot këto rekomandohen edhe si produkte dietike për të rënë nga pesha. Problemi është që nuk duhet të kalojmë sasinë e përdorimit. Si çdo gjë tjetër do masën e vet. Profesor, faleminderit që ishit në studio. Kështu që shkurt kompania e Rëndësi e ka ofruar dhe ofron këtë mundësi dhe unë bëj thirrje që konsumatorët patjetër duhet që të kalojnë në këtë lloj alternative të ushqyerit, sepse është një alternativat më të mira në të ushqyerit e gjithë grup moshave të popullatës në vendin tonë. Ne do kemi takime të herpashershme së bashku për publikun e Vila 24 dhe tema të tilla për të ndarë, informuese e të rëndësishme. Unë ju falenderoj për pranimin këtu, ju uroj ditë të mbarë në vazhdim. Faleminderit dhe për ftesën. Ne shkojmë në publicitet, kemi një tjetër të ftuar pas pak, ju prezantojmë me të kur të jemi bashkë në studio.